Zoti Panariti, besoj i dëgjuat shqetësimet nuk janë të panjohura, megjithatë në këtë situatë edhe duke parë protestën sot, por edhe duke ditur në çfarë kushtesh janë fermerët në bujqësi, kam hequr paralele me atë çfarë ndodhi në Greqi. Ne pam për muaj me radhë se çfarë bën fermerët, blegtorët në shtetin fqinj, duke detyruar qeverinë e Mitsotakis që t'u dorëzohet kushteve të cilat ata vendosën. Ndërkohë sot pam një protest, pam një përfaqësi, zhvillon një takim, dalin edhe krijohet një përplasje mes palëve. Sa e mundur është që të dëgjohet zëri i tyre edhe revolta e tyre të marrë zgjidhje në kushtet të tilla? Së pari në kushtet e një apatie dhe një mos reagimi, mos reflektimi nga ana e qeverisë duke alokuar një buxhet qesharak, 52 milion euro kanë qenë totalisht të pamjaftueshëm në situatë normale, jo më në një situatë lufte, me një tronditje të madhe të tregje, me një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve të lëndëve të para, duke filluar që nga nafta që e përmendi Ylli sot në treg është 2200, ndoshta edhe 2300, me 40%, 50% më lart plerat kimike, siç janë DAP-i dhe superfosfatet apo urea. Praktikisht bujqësia është knockdown, për të mos thënë knockout, sepse po shkon drejt edhe kësaj gjendje. Kështu që për çfarë do flasim ne për skemat e bujqësisë, kur duke u nisur nga fakti që ke 52 milionë euro, nuk e çfarë shpërndan. Sado që ti përpiqesh ti të rregullosh skemat, të ndryshosh pragjet, të hapësh xhepa të ri. Do ndalemi te skema, por mos më kisha tek reagimi ndaj Reagimi është mos e i motivuar, unë i inkurajoj që ta ngrenë zërin për arsye sepse ata rrezikojnë ekzistencën e tyre, pra mbylljen e bizneseve, pra dy duar për një kokë, kur shkojnë punët kaq thellë, në mënyrë kaq dramatike. Ora duhet të jemi para kësaj situate? Edhe mund të vendosur në kërkesat? Dhe unë mendoj që dhe ato çështje të përplasjeve që kanë pasur midis tyre, ku pjesa që ishte jashtë, me sa kuptova, nuk ka qenë dakord që të pajtoheshin paktën me ato dakordsi që janë arritur, po unë mendoj që nuk është momenti për të krijuar përplasje të tilla, duhet të dalin me një qendrim blok dhe mundësisht të lënë me shkrim, jo thjesht negociata gojore, po duhen lënë thjesht me një dokument të mirë artikuluar, të konsultuar me ekspertë bujqësisë, mbi bazën e nevojave që Ylli i parashtroi shumë qartë dhe tha që praktikisht jemi drejt shuarjes, sepse kostoja është e papërballueshme, me atë temë që karburanti zë 70% të kostos të punimeve në bujqësi, po dhe të prodhimit serave, po kështu edhe tregues të tjerë. Kështu që unë mendoj që kjo është vetëm rrugë dhe duhet patjetër të krijohet një paketë emergjente. Nuk mund të mjaftohesh vetëm me buxhetin, i cili siç thash është një buxhet i pamjaftueshëm në situatë normale dhe totalisht do ta thoja mizerabël për të mundur të shpresojë që të plotësoj sadopak nevojat e bujqësisë. Në një bashkëbisedim që unë kam patur me specialistë të bujqësisë, me njerëz që njohin sektorin me vite të tërë, më thanë që në mënyrë që bujqësia të ndalë degradimin, jo rimëkëmin, se rimëkëmi do kërkoj shumë kohë, kërkohen 150 milion euro. Pra thjesht për të ndaluar rënien. Besoj se e njohur me treguesit vlerësimi bërë nga ekspert. Nga disa ekspert, të cilët janë njohës të mirë të gjendjes së bujqësisë, të shfazimit të madh që ka psuar prodhimi kombëtar në raport me importet, braktisja e tokës, demotivimi i fermerëve, pra rifutja e tyre në lojë. Dhe ndalja e degradimit, po ju jap vetëm një tregues për 2 muajt e parë të këtij viti, ne kemi një përkeqësim të raportit të eksport-importeve, dhe po flas për perimet e frutat, se për qumësh e mish harroje, ne jemi deficitar në mënyrë katastrofike. Po dhe këtu, ku ka qenë pika jonë e fortë, sepse Shqipëria është një vend që ka 300 ditë me diell, ka tokë dhe ujë për tu vlerësuar, përsëri dhe këtu ne jemi në një deficit të madh. Nëse së bashku do dalim në tregjet tona
këtu afër, do shikojmë që kemi një dominim total të frutave të perime nga importi. I gjen nga do, portokaj nga Kreta, patate nga Polonia, rush nga Moldavia, pra vetëm prodhimi shqiptar është shumë i fragmentuar dhe mezi gjen në një xhep që mund të lërë të lirë importi. Në këto pikpamje për ta përmbysur këtë, dhe këtë e tregojnë dhe shifrat. Pra kemi për 2 mujorin e parë, sipas statit, për 2 mujorin e parë të këtij viti, ne kemi një rënje me 23%, pra kemi rënje me 23% të 33% të eksporteve dhe po kështu kemi dhe rrudhje të importeve. Pra, shikoni është një situatë e cila është ka rënjet konsumit. Ka dhe rënjet konsumit. Pra, praktikisht bujësia është në një krizë dhe vetmi mekanizëm që mund ta balancojë këtë situatë dramatike të mungesës së pranisë, mungesës së ofertës prodhimit kombëtar, është mbështetja e fuqishme e sektorit. Veçanërisht aty ku ne kemi avantazhe dhe mundësi, kemi dhe traditë për të prodhuar, për të dalë në treg dhe për të ushqyer popullin dhe pastaj për të dalë edhe në tregjet ndërkombëtare me eksporte. Jeni njohur besoj me skemën e re kombëtare të mbështetjes. E shfaqim regjia edhe për rikujtesë se si do të jetë skema që do të aplikohet për këtë vit, e cila u parapri nga një fazë konsultimi që u zhvillua në disa qarqe, në disa qytete të vendit. Për disa ekspert konsiderohet është parë pozitive në mënyrën se si do të bëhet rishpërndarja e fondeve për 2026-ën, por megjithatë rezervat qëndrojnë në faktin që sot jemi përpara një realiteti të ri. Kjo mund të ishte skema e duhur në kushtet të tjera, por jo në kushtet e krizës. Nëse ne flasim për uljet të pragjeve edhe për përfshirjen rishtazit të disa skemave, që do thotë mbi 3 hektar përfitojnë 10.000 lek, për çdo fermerët do të përfitojnë një fond 10.000 lek, për fermat mbi 3 hektar, ndërkohë që ka për herë të parë ka rritje të mbështetjes për kontrollin biologjik, ka grantet për skemat e reja, për fermerët e rinj, pra deri në 10.000 euro grant, dhe 7.000 lek për dos në sektorin e rritjes së derit, disa nga risitlet të skemës. Megjithatë, gjykoni që bujësia sot ka një tablo dhe një panoram të asaj çfarë na dha censi i 2011-s. Dhe ne sot ndërtojmë skema pa e ditur situatën reale në cilën ndodhet sektori. Do të ishte udhës që ai censi i cili ka vitet që shtyhet edhe bën më të paqartë panoramën, do të ishte udhës që të ishte realizuar dhe ne të kishim një skemë e cila në fakt i shkonte për shtat nevojave të sektorit, pa dalë pasaj të konteksti lufta edhe nevoja për paket emergjente. Sensusi është vërtet i paplot, po me që edhe disa tregues nga sensusi janë shumë evident. Po, të dhënat, por ka ndryshuar. Shikoni, po marrim blektorin, me qënë se është sektori që vuan më shumë nga kriza e bujësisë. Ne kemi aktualisht rreth 226.000 krerë lopë, kur në vitin 2017 kemi pasur afër 500.000 lopë. Pra kemi më shumë se për gjysmim të numrit krerëve. Dhe ky është një alarm, pra që dëshmon që sektori ka nevojë për një vëvendje të veçantë dhe për një rritje të masës së financimit dhe të subvencionimit. Ripas skema, pra praktikisht për mendimin tim duhet që hequr totalisht dorë nga pragjet, nuk ka sens të vendosësh pragje financimi. Për arsye sepse e rëndësishme është që edhe ky në këtë diskutim ndahen ekspertët, sepse nëse duam të fuqizojmë sektorin, nuk mund ta bëjmë duke mbështetur fermat familjare, por fermat të cilat hedhin produkt në treg. Po kjo është një përqasje jo realiste, sepse realiteti tregon që të themi pjesat dërmuese e fermave blektorale në Shqipëri kanë një numër krerësh që lëviz nga 3 deri në 5 krerë, pra mbi 55% e tyre. Pra, duke vendosur një prag të tillë, ti automatikisht i përjashton këta nga e drejta e financimit. Dhe ajo që unë dëshiroj ta theksoj është që vendosja e pragjeve është dhe një akt antikushtetues. Për arsye sepse në një nen posaçëm të kushtetuesës së Shqipërisë thuhet në mënyrë eksplicite që askush nuk mund të diskriminohet nga pamundësia ekonomike. Fakti që dikush ka 3 deri në 5 krerë dhe nuk e ka të mundur që të ketë më shumë, nuk e bën atë
të përjashtueshëm nga përfitimi i fondeve publike. Prandaj kjo duhet parë dhe për mua kriteri duhet të jetë vetëm regjistrimi dhe identifikimi i baktisë dhe ajo automatikisht qoftë 1, 2, 3, 4, 5 apo 10 krerë duhet të jenë përfitues proporcionalisht nga fondet që vijnë në dispozicion. E njëjta gjë vlen edhe për parcelat. Është vendosur një kriter absurd, 3 duhet kesh më shumë se 3 hektar, në mënyrë që të përfitosh atë mas financimi që është rreth 100.000 lekë të vjetra, mos gabojmë për hektar. Tani ku qëndron absurdi në këtë mes? Absurdi është që vetëm 6% e fermave në Shqipëri kanë mbi 3 hektar sipërfaqe. Këtë e thot Instati, këtë e thot dhe Eurostati. Madje po t'i referohemi edhe ndarjes... Të paktën në të dhënat që unë kam parë, duke ju referuar gjithmonë Instatit, Censit, dhe lidhur me madhësinë e fermave, të tilla mbi 3 hektar rezultojnë rreth 80.000. Që do thotë përfaqëson diçka mbi 10% të fermave. Unë jam referuar FAOS. Dhe statistika ka baletin e tij lojë. Megjithatë nuk është pjesa... Megjithatë, kryesorja është që po qëse ne do t'i referohemi edhe ndarjes që u bë tokës bujësore në rënien e pushtetit komunist me 7.500 njëshit, 1.2, 1.4 hektar ishte mesatarja, madje në zonat veriore, as edhe 1 hektar. Pra, kjo është baza e tokës që zotrojnë fermerët. Dhe ajo që është më kryesore, që ata kanë vështirësi edhe në pajisjen me certifikat pronësie. Pra një pjesë janë ende me titull i pronësie që e bën të pamundur dhe shitblerin e tokës. Pa llogaritur fakti që mund të hapen dhe gjyqje nga ish pronar, dhe momentin që një ish pronar hap gjyq dhe bie në konflikt, atëherë e bën të pamundur, si thua, tregun e tokës. Atëherë si do t'i bësh këto 3 hektar? Në mënyrë që ti t'jesh i kualifikueshëm për financim. Për mua është një absurditet, duhet hequr dorë sa më parë. Për mua është e rëndësishme që ajo parcel, shiko, politika duhet të jetë de facto, nuk duhet të jetë teorike. Pra, shiko, duhet ta vendosim këtë prag, duke shpresuar që do ta çojmë të gjithë bujqësinë rreth parcelave 3 hektare sipër. Kjo natyrisht mund të jetë një dëshirë, po ky nuk është realiteti, sepse praktikisht struktura e... Edhe nëse vendos si kriter, as nuk i nxit, të paktën në këtë skemën, unë nuk e kam dëgjuar qoftë edhe të artikuluar domosdoshmërinë për kooperimin apo bashkëpunimin, bashkëveprimin, ku di unë, për krimin e kooperativave. Në këtë skemë nuk ka qenë as lloj forme bashkëpunimi të bësh, ti do aplikosh për përfitim fondesh mbi bazën e certifikatës pronësisë. Po. Dhe bashkimi nuk do të thosh që ti zgjeron sipërfaqen dhe fundit do të vlerësohet dokumenti që ti paraqet atje për të përfituar fondet. Bashkimi është një diçka i cili mund të jetë me leverdi nga pikpamja e uljes së Kosovës, sepse krijon një kooperativ dhe vendos, por nga pikpamja e përfitimit e bën të ndërlikuar. Kështu që unë e shikoj këtë një skem diskriminuese, një skem përjashtuese, dhe që me gjithë të drejtën, unë mendoj që shoqatat e prodhuesve duhet të ankimojnë edhe në gjykatën kushtetuese, sepse siç thash është një nen i kushtetutës që i mbron ata që askush nuk mund të diskriminohet për nga pamundësia ekonomike. Dhe fakti që ka 1 hektar është pamundësi ekonomike, sepse nuk besoj se ka dikush që nuk ka dëshirë që ta bëjë edhe 2, ta bëjë edhe 3 hektar. Ta bëjmë edhe 30, sa është normativa e vendeve të BE-s. Çështja është që në kushtet edhe kur ne dim që në Shqipëri kemi probleme me titujt e pronësisë, pra nuk ka përfunduar qoftë edhe regjistrimi, por ka ende pretendime mbi vendosje, ka ende familje të cilat nuk janë pajisur me dokumentin e pronësisë, kemi ferma të cilat në pjesën ndërmuese mbi 80% janë ngastra të vogla toke që... Dhe sa më tepër kohë kalon, më tepër fragmentohet, për arsye se kalon në tek fëmijët, tek mbesat, dhe praktikisht edhe ajo sipërfaqe fillon e fragmentohet. Dhe bëhet akoma më ndërlikuar çështja pastaj e shfrytëzimit e tjerë. Pra është një histori e cila duhet trajtuar me shumë seriozitet, duhet mbyllur. Unë kam pasur një ide, që kur kam qenë antar i qeverisë, kam thënë që aty ku është e mundur, kur nuk kemi konflikte
të pronës, sepse kjo është kryesorja. Dhe kur përfituesi e ka në zotërim për më shumë se 20 vite, parashkruhet si fitues. Pra, nëse nuk ka konflikte, që është kryesorja, dhe veçanërisht kjo është për zonën e Shqipërisë Veriore, ku praktikisht në një farë mënyrë të dy palët, qofshin ata përfitues me 7.501, qoftë ata me... E kanë pranuar në heshtje. E kanë pranuar realitetin dhe përgjithsisht zotrohet nga ata që e kanë pronë të trashëguar, pronë të mëparshme. Atëherë këtu çfarë pengese ka që ti formalizosh ata? Do thua që është ligji 7.501, po duhet të afrosh ligjin tek realiteti dhe jo realitetin tek ligji. Pra aty ku është e mundur, se situata në zonën e ulësirës perëndimore është më ndërlikuar, kuptohet, aty nuk mund të bëhen. Po aty ku është e mundur, pse jo? Sepse ajo fakti që nuk e regjistron tokën e hipotek, nuk pajises me certifikat pronësie, automatikisht të bën të pamundur për ta shitur dhe për ta blerë, është normale, për ta zhvilluar, për ta vendosur kolateral për kredi bankare, apo dhe për të përfituar fonde grant nga Bashkimi Evropian, i cili njeh pronare, nuk njeh, do thuash, zotrusin apo qeramarsin. Pra njeh pronare. Pra janë çështje që duhen zgjidhur, kërkohet natyrisht kurajo, kërkohet dhe një konsensus politik, nuk duhet të jetë kjo luftë midis maxhorancës dhe opozitës, po kjo është një e mirë kombëtare. Aty ku është e mundur të zhbllokohen, të regjistrohen në mënyrë që të krijohet frymarrja, të krijohet tregu tokës dhe të zhvillohet si pronë. Pjesa tjetër pastaj duhet parë hap pas hapi. Por ajo që është kryesorja është që duhen hequr pragjet diskriminuese. Unë i mbetem kësaj ideje, madje edhe ne në programin e forcës tonë politike e kemi vendosur këtë si një objektiv që të hiqim pragjet diskriminuese, sepse kjo e penalizon në një masë të madhe blegtorin dhe fermerin shqiptar, për arsye se realiteti është që mallësia mesatare e fermës në Shqipëri është 1.8 hektar. Pra, ti përshtatemi kushteve në cilat jemi, por sa ndihmojmë ne sektorin në përballë asaj çfarë do të kërkojë tregu. Objektivi jonë është që të mos lëm as edhe një centimetër parcel pa kultivuar, pa mbjell. Dhe në rast se nuk e financon, nuk e mbështet, ti e lë atë djerë. Pra praktikisht do ta japësh, do ta financosh mbi bazën e realitetit. Aq sa ka, një dynym, gjysmë hektare, 1 hektar, 1.5, 2 hektar. Pastaj do japësh incentiva më vonë për të bashkuar, por nuk do ta lësh pa financim. Çdo më thon, kjo është antikombëtare. Si do ta lësh pa financim, sepse ai është në pamundësi ekonomike dhe zotron vetëm një ngastër që aq e ka pasur. Pastaj, do t'i thuash, nëse ti... Për shembull, një qasje ka qenë nga ekspert, ka qenë që të ketë dy skema të ndryshme. Pra, nëse duam të ndihmojmë fermerin e madh, dhe ta bëjmë gati edhe për ato çfarë pret pas antarësimit në BE, edhe ndërkohë t'japim një dorë, le të themi, edhe fermave familjare. Por i kam parë gjithmonë si dy skema të ndryshme. Sot jemi në një situatë lufte. Shqipëria vuan nga shpopullimi, nga dekurajimi i fermerit dhe nga largimi i tij në masë. Pra, këto historirat e krijimit të fermave të modelit evropian janë të dëshirueshme, por ne kemi një situatë emergjente. Ne duhet të mbajmë më këmbë biznesin e vogël familjar, ai që ka aq sa ka, që ka 5 krerë lop, që ka 4 dynym parcel dhe është e pa konsumtueshme për mua që ta përjashtosh nga financimi. Është një absurditet i pasur. Aq sa i takon proporcionalisht me kushin që ti të regjistruar si ngastër, me kushin që ti të identifikuar dhe i regjistruar me matrikull tek veshi kafsha, është automatikisht i përfshirë në skemën e financimit. Absolutisht. Shiko Kosovën. Kosova këtë ka kush, nuk ka pragje Kosova. Regjistroje, identifikoje, fute në database dhe ja automatikisht përfitues. Çdo më thon kjo. Pastaj kush është ky kriter? Më thuaj ti, kush është racionale këtij? Duhet kesh mbi 5 ose duhet kesh mbi 5. Për fermat janë me 5 mbi. Pse 5 dhe jo 6? Pse 6 dhe jo 4? Ky është një absurditet. Biç bazë, apo se dikush vendosi shkopin magjik atje dhe vendosi ky është kufiri dhe tashmë ti që e poshtë. Sensi do të ishte ai që do të jepte shumë përgjigje këtyre ndërhyrjeve. Nuk shkon. Për mua kjo duhet ripar, por mbi këtë kamuflohet një e vërtetë e hidhur. E di pse bëhet kjo.
Për arsye sepse aq para janë 50 milion. Dhe duke qenë 50 milion, ti vendos prag të tillë, thotë ti nuk kualifikohesh, më vjen keq. Këto janë rregullat. Dhe ti lë automatikisht jashtë mbështetjes financiare pjesën ndërmuese të blegtorëve, pjesën ndërmuese të zotëruesve të ngastrave. Ky është realiteti. Rrezikohet. Mund të shpjerë kjo gjithmonë tek një numër i caktuar përfituesish që shkon diçka më pak, diçka më shumë, 70.000 përfitues. Po, kjo ka ndodhur dhe automatikisht aty po shkon. Pra do ta rrudhësh numrin e përfituesve se ti ke vendosur pragje. Pra ai tjetri e shikon veten të diskriminuar nga fakti që nuk ka mbi 3 hektar. Ai tjetri e shikon veten të diskriminuar nga që nuk ka numrin magjik të krerëve që ka përcen pragun për cilën është i kualifikuar për financim. Për mua këto janë absurditete, duhen ripar. Dhe e dyta, bujqësia ndodhet edhe në një presion shumë të madh dhe blegtoria edhe nga mungesa e fondeve të parë. Pra praktikisht ishin fonde suplementare goxha konsistente, ato që jepin oksigjen bujqësisë, ato nuk i ke. Unë nuk e dish, ka deklaratë që do t'i hapin, ato janë atributet Komisionit Evropian, i cili nuk i hap pa patur një raport. Që janë përmbushur të gjitha. Çfarë garancie do ketë ai që agjencia e pagesave nuk do bëjë të njëjtat shkelje për cilët ajo natyrisht u penalizua dhe që tashmë ndodhen procese gjyqësore, një pjesë duhet kthejnë parat, ato para nuk janë sepse një pjesë ka përfunduar në duart e sekserve që bënin rolin e konsulentit, kur konsulenti duhet ta bënte Agjencia e pagesave e ka detyrë funksionale tjetër dhe konsulente, jo vetëm financuese, po ta kapi për dorë fermerin dhe ta ndihmojë në aplikim. Po ndërkohë u futën studio konsulence, që morën dhe ato pjesën e parave, që shkonte deri 20% të grantit, e që mbeti, hajde gjejta që ato parate t'i kthesh, pra në mënyrë komplet të jashtëligjshme. Po të mos i hymë kësaj historie. Problemi është që me 52 milion euro, edhe ky debat që po bëjmë sot nuk ka asnjë vlerë. Që bësh me 52 milion euro? Absolutisht, si që thash, duhet minimalisht 150 milion në mënyrë që të ndalësh degradimin. Purrjen dhe rënien e mëtejshme të sektorit. Në kushtet kur ka pikpyetje dhe mbetet, le themi, nuk mund bëhet prognoza e konfliktit në lindjen e mesme dhe tek ajo që ju vut në dukje, që në kushtet aktuale kjo është një skem, nuk i përgjigjet nevojave, por në kushtet aktuale duhet një paket emergjente. Ne kemi parë edhe ylli i rënditit të gjitha vështirësitë që kanë sot fermerët dhe fakti që do të përballen me rritje të kostove. Nëse kostot rriten, që nga nafta për punimin e tokës se nisin punimet, prodhimi del, do dalë një prodhim me kosto më të lartë, rrjedhimisht më i shtrenjtë në treg, humbet konkurrueshmëria, mbeten të pakënaqur sepse do t'i drejtohemi produkteve të importit e tjerë me radhë. Pikërisht për këto, nëse kjo paket nuk vjen sot, nuk vjen në kohën e dur, kjo ndërhyrje, që ndoshta duhet parë edhe mënyra se si duhet zbutur, për të zbutur gjithmonë efektet, çfarë duhet presim ne në muajt në vijim? Që bujqësia ndodhet në një presion të dyfisht, mungesa financimi dhe një barë fiskale e panjohur në Europë. Vërtet është thonë që ne do të aplikojmë të vëshën 20% për prodhimet bujqësore, po do të marrësh 10% mbrapsht. Kjo mbetet për të parë, sepse unë kam qenë vetë ministri i bujqësie dhe kur vjen puna për të rimbursuar, hapen një të lashe, jo fatura, s'është e rregullt, jo po fonde nuk i kemi, do t'i marrësh më vonë. Për mua duhet thjeshtuar. Bëje ashtu si që bënë Europa. Europa ka hequr dorë nga këto, ta vë 20%. Ullë të vëshon. Ullë të vëshon. Maqedonia Veriut këtë ka bërë sot. Vendos 6%, sa që ka mesatarja e Bashkimit Evropian për prodhimet e bazë. Në këtë mes jep frymë prodhimit kombëtar. Nga ana tjetër, pa dyshim duhet të subvencionosh kostot e larta të plerave kimike, po kjo është një shpënduri. Plerat kimike të ne, dhe unë mendoj që autoritetet duhet të investigojnë të, se kjo është një diçka që nuk shkon. Në rastet të zëmë çmimi në bursë sot i plerave azotike është 500 euro toni, vëndet fqinjë të zëmë Greqia dhe Italia shesin me 600, këtu ke ne shkon 850. 850. Atëherë këtu ka diçka që nuk shkon, për është një spekulim i pasur. Dhe prandaj kemi dhe autoritetin e konkurencës që të monitoroj, krahasoj dhe të ndërhyj pikërisht për këtë punë, sepse ai penalizohet rënd, ai del jashtë tregut. Nga ana tjetër, siç thash, edhe është rritur dhe kosto e plasmasit.
serët. Vetëm këto 2 muaj është 60% më shtrenjtë. Shëritur në tërësi kriza që në lindjen e mesme, konflikti, blokimi i Hormuzit dhe paksimi i flukseve të naftës ka çuar në një reakcion zinxhir të rritjes së kostos lëndës parë. Pra, jo vetëm nafta, po janë pleret kimike, se në ngushtisën e Hormuzit kalon 1/3 e plerave kimike të botës, po kështu dhe kostot të tjera mbështetëse. Atëherë çdo bështi me 50 milion euro asgjë nuk bën. Praktikisht, siç thash edhe një herë, minimalisht duhet të trefishuar. Pra të krijohet një emergjencë kombëtare. Shiko, le të ndërpriten financime në sektor jo prodhues, mund të shtyhen më vonë dhe të alokohen këto para urgjentisht tek bujqësia, sepse ka dhe një arsye pse unë insistoj. Nuk po flas vetëm bujqësinë si motor të ekonomisë kombëtare, se është i vetmi sektor prodhues, përpunues dhe që del në treg. Nuk e ke vetëm sektor shërbimi dhe sektor fasonerie. I vetmi sektor që e mbyll ciklin, prodhon, përpunon, del në treg, eksporton është bujqësia. Po ta lëm këtë si motor të zhvillimit ekonomik. Ç'do të ndodh? A i në gjendje unë e ti të bëjmë prognozën e zhvillimeve në Europën Mund të ketë mungesa në treg. Mund të ketë blokim të tregjeve, luftat blokojnë tregjet. Atëherë çfarë do të ndodh? A i në gjendje të ushqesh popullin tënd? Prandaj, po ta shikosh në brenda Bashkimit Evropian janë 3 vende. Janë Franca, Italia dhe Hollanda, dhe jam i sigurt që do të pasohet edhe nga vendet e tjera që kanë ndryshuar misionin e Ministrisë Bujqësisë, e quajnë Ministria e Bujqësisë dhe e Sovranitetit Ushqimor. Pra, qëllimi është që në planin kombëtar të garantohet pothuajse 100% prodhimi ushqimi i popullatës pavarësisht nga tregu i përbashkët, ata janë pjesë e tregut përbashkët, po nuk mund të bazohesh vetëm atje. Pra shikoni, brenda Bashkimit Evropian flitet për sovranitetin ushqimor. Po ti totalisht zbuluar. Shifrat që u dashun, deficiti i madh tregtar tregon që ti mund të rrezikohesh rënd nga një pamjaftueshmëri ushqimore në kushtet e bllokimit të tregut. Prandaj dhe bujqësia konsiderohet një sektor strategjik, nuk është vetëm sektor motor ekonomik i zhvillimit ekonomisë, por është sektor strategjik, pasi ka të bëjë me ushqimin. Dhe nga ushqimi kapitulojnë vende. Edhe mbi gjithat mos përsërisim atë që ndodhi në 2022-shin, gjatë konfliktit në Ukrainë, edhe politikat të ndërmarra së kohës edhe në kushtet tilla, mënyra se si përgjigjemi është shumë e rëndësishme, sepse politikat e ndërmarra së kohës nxitën mbjelljen e grurit, dhe ajo që ndodhi më pas është që gruri përfundoi magazinave. E sjellim në vëmendje se duhet vlerësuar çdo situatë, edhe çdo mas që ndërmerret mos kthehet dhe mos jap efektin e kundërt. Po, sepse çfarë ndodhi atëherë? Patim mbi prodhim. Çfarë ndodhi? Jo, po ndodhi një diçka, nëse edhe nuk u menaxhua situata si duhet, dhe prap fermeri e pësoi. Që gruri shqiptar të kishte perspektivë të shkonte tek fabrikat e blojës dhe të konvertohesh të ktheheshë në miell, duhet të paktën të justifikonte 50.000 lekë të vjetra kuintalin. Ndryshe nuk kishte kurfar shansi. Po çfarë shansi mund kishte kur vinte gruri nga Ukraina me 35 euro kuintali. Pra, praktikisht, mbështetja që u bë prodhimi i vendit duhet shoqëruar edhe me taksa, me pengim. Me taksa, se ndryshe shkatroi. Kjo është, natyrisht, hapëm bisedën për grurin, po kjo është e vlefshme në tërësi. Pse? Sepse ai subvencionohet rënd në origjinë. Ti nuk e subvencionon. Duke mos e subvencionuar, ai vjen me kostotullët dhe çfarë ranë në Grack fermerët. Mbollën grur, mbushën hambarët dhe ku erdhi puna nuk u shit sepse u fut ai me 35 euro kuintali. Pikërisht sepse ai merrte subvencione të rënda në origjinë dhe vinte me kosto shumë të ulët. Pra, këto janë politika të verbëra të cilat nuk kombinojnë, nuk bëhet fjalë për proteksionizëm. Pra, jemi treg i lirë, por ama momentin që ti nuk e subvencionon. Gjermania e bën këtë, e mbron produktin vendas. Nuk e ke të shkruar dhe marrëveshjen e tregtisë lirë, po ta lexosh, se një pjesë e madhe nuk i lexojnë ato anekset, se ne i firmosim qorrazi, thotë, momentin që produkti i importit subvencionohet në origjinë, dhe produkti jot nuk subvencionohet, i ke të gjithë të drejtën të aplikosh taksa kundër balancuese. E ke të shkruar. Po ti nuk i zbaton këto për arsye sepse ka dhe
oligopole dhe interesa natyrisht që duan të futen edhe të është ajo pjesa e padukshme. Ne shkojmë majën e iceberg, ndërkohë nuk dimë çfarë. Duhet njerëz të mençur në drejtimin e bujqësisë. Pra duhen ekonomist, duhet financier, duhet agronom, duhet veteriner në borde që unë ju mora shumë kohë, kjo intervistë zgjati shumë, por 10 vite më parë dhe 10 vite më pas, si e lat dhe si është sot sektori. Për çfarë ndjeni më shumë keqardhje? Jo. Ne kemi qenë në të njëjtën pamundësi fondesh, si kurse edhe ministria, madje edhe më keq. Megjithatë, si thua, shpirti pak, domethënë dhe kishit aso kohë një kështu një përplasje me financat. Tempi. Unë e para punës një gjë duhet kemi parasysh. Një ministër bujqësie nuk rrin në zyrë, absolutisht, po në qëndrohen në zyrë i mbaruar. Ministri bujqësisë duhet, sepse edhe me frym, edhe duke qëndruar pranë fermerëve, i inkurajon ata. Pra, me qenë me pyetje kush ishte bilanci, në 2017 shikoni Instatin, eksportet e perimeve frutave ishin 14% më të larta se sa importet, sot ke raport totalisht përmbysur, dominojnë totalisht importet me 60% mbi eksportet, statistikat e fundit e tregojnë këtë, e dorëzuar me 500.000 krerë lop. Tash e ke 226.000 krerë. Praktikisht, unë mendoj që ka një dhe nuk pësuam dhe ato traumën e madhe të blokimit të fondeve i partë, që e cila në një farë mënyrë po e penalizon shtesë. Prandaj, nuk po them që kemi qenë... Në 2018 nisën. Kanë qenë fondet IPA. Atëre, ne bëm akreditimin e agjensisë. Dhe që atëre filluajnë dislokimin e fondeve, por në atë kohë, derisa të konsolidohej sistemi i pagesave, në mes kanë qenë edhe USAID-i, ka qenë edhe Gizi. Përveç pra ka qenë një monitorim tresh, gjë që e bën. Pastaj ne arritëm akreditimin dhe unë larguam. Pra, akreditim do të thotë që Agjencia e Pagesave mori atribute të plota për përdorim autonom të fondeve të Bashkimit Evropian. Ç'a ndodhi? Nuk ka koment pastaj, se si erdhën historitë, dhe pastaj kaluam nga akreditimi në diskreditim, dhe do duhet kohë për të rimarrë dhe njëherë statusin që u arrit me mundë, me shumë sakrifisa, se unë e di çka me hequr, se unë i gjeta në një qoshe, në një kiosk Agjencinë e Pagesave në Ministrinë e Bujqësisë, që pastaj u transferua, shkoi tek ish instituti i ushqimit, mori atributet e një banke, u vendos një sistem me stres test, me të gjitha kriteret, erdhën delegacionet e Bashkimit Evropian, derisa ajo u konsolidua. Pra ne duhet ta ringrem dhe një herë, dhe aq më tepër kjo kërkon padyshim edhe përgjegjësi, kërkon padyshim edhe përkushtim në mënyrë që ne të rifutemi edhe një herë në rrjedhën e munguar të mos financimit që po bëhet tashmë 3 vjet që ne i harruam fondet e Bashkimit Evropian dhe kush e di nëse do të ne i hapin edhe këtë vit. Mbetet për të parë se çfarë do sjellin muajt në vijim, duke qenë se është le të themi njoftuar që do të ketë zhbllokim të fondeve brenda 6 muajorit të parë të këtij viti. Unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit ju për ftesën. Faleminderit. Ka pak publicitet dhe do të rikthehemi.